أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم. Të ndershëm vëllezër, padyshim se hamdi, lavdrimi, adhurimi i takon vetëm Allahut Azza wa Jall, që është krijues i gjithë botrave, mëshiruesit, mëshirbërësit, sundjuesit në ditën e gjykimit. Allahun Azza wa Jall e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë, falje, shpëtim, rahmet, bereqet kërkojmë. Atë të cilin e udhëzon Allahu në rrugën e drejtë, nuk ka kush e humb atë, dhe ai i cili e ka humbur rrugën, nuk ka kush e udhëzon përveç se udhëzimit të tij. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Zotit që është një dhe i vetëm, dhe dëshmojmë dhe vërtetojmë se pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte rob dhe i dërguari i tij i fundit. Salavatet dhe selamet qofshin për të, familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik dhe të gjithë ato musliman që e kanë ndjekur dhe do vazhdojnë ta ndjekin rrugën e tij me përkushtim dhe sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Vëllezër musliman, neve në ligjëratën e kaluar dhe në vazhdim e këtyre ligjëratave kemi treguar rreth rëndësisë dhe vlerës dhe dobisë së namazit. Pasi e shpjeguam se çfarë pozite ka namazi në fenë islame, pastaj vazhduam dhe folëm rreth rëndësisë dhe dobisë e të këtij namazi. Ku tham se njëra nga këto dobi është edhe se namazi të mbron nga mëkatet dhe të këqija. Pra ky fars, ky obligim kaq i madh, ku Allahu thotë inna salate tanha anil fahsha'i wal munkar. Namazi vërtet të largon nga të shëmtuara dhe nga e irrituara, pra nga çdo gjë që është imorale dhe nga çdo gjë që është munker, tham që është e keqe. Por kur cili namaz? Tham ai namaz i cili falet me përkushtim, ai namaz i cili falet për Allahun xhalleshanuhu, ai namaz i cili muslimani merr abdes si duhet, vjen xhami, falet nga darë. Pra ai namaz e largon muslimanin nga çdo punë e shëmtuar. Po nëse nuk e largon, çka do me thonë kjo? Kjo do me thonë që diçka ai namaz nuk është në rregull. Allahu xhalleshanuhu me vërtet ka folur rreth vlerës, o vëllezër të nderuar, rreth namazit, se çfarë vlere. Po mos harroni se në një prej sureve të shkurtra të Kur'anit, Azimushan, që ne shpesh herë lexojmë dhe shumica e kanë dëgjuar dhe e dinë, Allahu çka thotë? Wailun lil musallin. Wailun, fjala wail do të thotë mirë për ato, vaj halli për ato, sa keq për ato, për cilët ato? Kush janë ato? Musallin, ato të cilët falen. Ato të cilët falen. Pra, ky namaz, nëse dëshirojmë neve që të na larguohet dhe të na mbrojë nga të këqija, duhet të bëhet për pikëmëri, ashtu siç kërkon Allahu. Përndryshe, wailun lil musallin, alladhina hum an salatihim sahun. Ato të cilët namazin, çka bën në namazin e tyre? E bën me pakujdesi. Abdesin e merr me pakujdesi. S'ka kujdes. Pra si vjen ashtu, e merr abdesin, nuk i vajrën si, t'i laj si duhet faqet, t'i laj durët, marri mes si duhet, t'i laj këmbët si duhet, e para, se një ky kushteve për të hyrë namaz është abdesi. Pastaj namazi si e bën?
Pra pejgamberi alayhis salam edhe ka porosit, s'ka dobi namazi aty që e bën sikur ajo puna ka hangë në tokë. Ajo si tak, do me thonë bjerë grau, do me thonë pa për kushtim. Hajde hoxha ma vrejk, hajde hoxha ma silno, hajde hoxha ketë. Është ky shumë ka dale, për o vlazën, namazi falet për Allahun. Namaz jem bisedim me Allahun, azza wa jall. Dhe ky namaz, Allahu thot, o robi, a e bon ashtu si që duhet këtë namaz? A e fal ashtu si që kam urdhruar? Ky namaz të mbron ty. Dhe tham, pastaj, se namazi pas asaj që të mbron nga mëkatet, të mbron nga të këqija, namazliu, pastaj namazliu është në mbrojtjen dhe ruajtjen e Allahut xhelle shanuhu ve xhelle xhelaluhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men salla subha fa huwa fi dhimmatin lillah." فلا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء فيدركه فيكبه في النار جهنم. Kush e fal pejgamberi alayhis salam thot, men salla subha, kush e fal thot sabahun, ai është në besën dhe në mbrojtjen e Allahut xhelle shanuhu. Ndaj thot mos ja shkeni besën Zotit. Mos ja shkeni besën Allahu xhelle shanu. A ka gjoma të madhe? Namazliu. Pra namazliu i ka dhënë besë Zotit se te që i falesh, që e fal sabahin, çosh sabah. Pra je në mbrojtjen e Allahu xhelle shanuhu. A ka gjoma të madhe? S'ka Allahun. Allahu tru. Ai që nuk e fal, ai është me i kërkuar besë Zotit. Pse? Se e ka shkel besën ndaj Zotit. Pra ai që nuk e fal, elhamdulillah, xhamoat kemi, elhamdulillah, musliman kemi, elhamdulillah, po duhet praktikuar dhe kjo vepër, ky namaz, ky shtyllë e Islamit është një shtylla më kryesore për të tjerave. Elhamdulillah, xhamit mbushen për ditave xumoa, elhamdulillah, po namaz sabahit një rresht, 20 veja, 25 veja, 15 veja. Pra, unë kuptoj se cëlli ka punë dhe angazhime, dikush e falë edhe të shtëpia, dikush e falë të shtëpia dhe ecë punë, po, nuk e ka logika që një xhami që mbushet plot xumoa dhe namaz sabahit me një rekat, me një saf, nuk është rregull. Por ti kishe një 2 safe, një 3 safe, e kështu me radhë. Dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam thot, ai i cili fal namazin, ai i cili fal sabahun është në mbrojtjen e Allahut xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu. Pastaj dobi tjetër. Çka është dobi tjetër e namazit o vëllezër? Namazi t'i fshin gjunahet. Dobia e radhës. Pra, ky namaz përveç se ka sevape, shpërblime, ky ka dhe dobi, ne përfituar, ne nuk kemi humbje. Çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Pra, thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, Allahu thot 5 kohë i ka bërë fars. Kush merr abdes, mirë, pastaj i fal ato 5 kohë të namazit, me kujdes, në kohën e tyre, duke e plotësuar thot rukun, duke e plotësuar sejdën, duke u falur i përqendruar, ai ka besën e Zotit se Allahu ka për ta fal atë. Pra namazi të ruan dhe t'i fshin gjunahet. A ka vepër më të mirë, a ka gjë më të madhe se namazi? S'ka vëllazë. Edhe farzet e tjera dhe obligimet e tjera. Po ti namaz, dërsa në një hadith tjetër pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, sikur thot të kishet një lumë, ju, ku ka thonë shokëve vetë, përpara shtëpisë juaj, dhe në atë lumë thot, të hynjet të lashet sot 5 herë në ditën, a do mbette ndonjë papastërti në trupin e juaj? Jo, ja Resulullah ka thonë ato. E për njëjtë është edhe me namazin. Ai i cili thot falet, 5 kohë thot,
gjunahet bin nga të, papastërtia largohet nga ai. Pra kjo është madhështia e namazit. Dhe Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu thot në ajetin kuranor se ka erdhur njëri tek pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe thot: "O dërguari i Allahut, thot kam bërë një mëkat, kam bërë një gjuna." Dhe para se ti përgjigjet pejgamberi alayhi salatu wassalam këtij personi, Allahu e zbriti ajetin kuranor në surën Hud, ajeti 114. Çka tha Allahu xhalla shanuhu? "Wa aqimis salata tarafiyan nahari wa zulfan min al-layl. Innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at." Sadakallahu al-azim. Dhe falë thot namazin në dy skajet e ditës. Dy skajet e ditës, në fillim dhe në mbarim. Pra kur fillon dita dhe kur mbaron dita. Edhe në orët e afta me ditët dhe natës. Ka dyshim thot se veprat e mira, innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at. Vepra mirë e shlyen veprën e keqe. Personi në fjalë e pyeti, pastaj e pyeti pejgamberin alayhi salatu wassalam thot: "A është kjo e veçantë ja Rasulullah veç për mua?" Pejgamberi tha: "Për të gjithë ata që punojnë dhe e falin ummetin dhe e falin namazin nga ummeti." Pra, kjo nuk ishte veç për atë person. Kjo është për çdo musliman dhe muslimane. Që bën vepra, që bën gjunahe, se ne gjithë jemi gabimtar, ne jemi gjithë gjinahqar. Pra, nuk ka mundësi njëri të thotë se vallahi, nuk bëj gabim. Jo, gabim nuk bën vetëm Allahu xhalla shanu. Vetëm Allahu xhalla shanu është i pagabueshëm. Neve gabuem edhe brenda ditës. Prandaj ai që gabon me çka i lutet Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu me namaz. Pra, të nderuar vëllezër, sa herë neve të ndjejmë se kemi bërë ndonjë gjuna, ndonjë gabim, është menjëherë mirë që sa më shpejt të marrim abdes nga darë dhe pastaj të ngrihemi, të falim 2 rekat namaz dhe të kërkojmë falje nga Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, Ebu Bekri radiallahu anhu, e kam dëgjuar Muhammedin alayhi salatu wassalam duke thënë: "Nuk ka njeri i cili bën ndonjë gjuna e më pas ngritet, pastrohet me abdes dhe pastaj falet, pastaj bie istighfar, e nuk ka për ta falur Allahu, pastaj ka lexuar ajetin, cilin ajet në surën Ali Imran. Allahu xhalla shanu thot: "Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakara Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون." صدق الله العظيم. Edhe ata thot Allahu në ajet që bojnë thot ndonjë mëkat, bojnë ndonjë vepër të keqe, të shëmtuar, ose i bojnë valemu, vetvetes i bojnë zullum. Dhe përmendin me njëherë pasaj Allahu xhalla shanu dhe i kërkojnë falje për mëkatet e tyre. E kush nuk i fal mëkatet përveç Allahu xhalla shanu? Pra Allahu xhalla shanu është ai i cili i fal mëkatet të vëllezër. Dhe pastaj thot nuk vazhdon dhe nuk kthehet në atë mëkat të cilin e ka bërë. Pra kjo është madhështia dhe dobia e namazit. Poštovani braća muslimani, nije deneska që продолжаме така посекој жума пред езанот. Кажеме за вредността на намазот. Што вредноста имат овој намаз? И рековме тој што клања намаз, Allah него e odalekува od sve što je lošo i sve što je imoralno. Allah vika: "Inna salate tenha anil fahsha wal munkar." Na vistina namazot te odalekува
od sve što je imoralno, wal munker, i sve što je loše. Ama koji namaz? To je namaz što se klanja za Allah. To je namaz što zemaš abdes ko što treba. To je namaz ko se priključuvaš o namaz, da go imaš od tuka. Deka vo namaz muslimanov razgovara so kogo? So Allah Đelešanuhu i Đele Đelaluhu. Ovoj namaz, vi kad Allah Đelešanuhu te odalekuvat od sve što je imoralno i lošo. Ne to je namaz što ide čovjekom da go gleda ljude to. To je namazlija što Allah Đelešanuhu go kažuval jedno sure o Kur'an Azimušan. Wailun lil musalli. Mnogo lošo. Wail znači jedno nešto lošo. Ne samo taka nečine. Tuku. Teško. Mnogo teško. Wailun lil musalli. Za kogo wail? Za kogo lošo? Za to što se klanja kad Allah Đeleš. Za namaz lijata. Wailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. To je što negovio namaz go pravi radi reda, ne koncentrira, nego što treba. Kako? Od abdesa tego počne. Ne mogu klajt tuga samo da zema, ni da i nije ko što treba. Lice to, race to, ne zda zema, noze to, taka samo go pomina. Vlegovat će go gleda ram, bam, namaz, će vlegovat namaz, će go pravi za 2 minuti, 7 izlagal. Što imaš za to? To je namaz? Ništo. Allah, Đelešanuhu, vika za ovje ljude, lošo za tije. I Pejgamber a.s. rekao vo sudnji den će imat od tije ljude što se klanjale, ama Allah će im govorlat namaz od lice. Će im govorlat negovite namazi vo lice. Zašto? Deka to je go napravio namaz od nekako što sakal Allah Đelešanuhu. Tugo go napravio samo da go gleda. Ljude to tuku ili ne bil koncentrirali po namazu ko što treba, ili go klanjali so brzina, koliko da pravi redok i da pomina, i taka tije namazi, Allah Đelešanuhu, la ilaha illallah, Allah da ne čuva i da ne pravi dok tije ljude što Allah nigi prifadet naše te namazi, inša Allah. Posle to što go klanja namaz, branet Allah Đelešanuhu ve Đele Đelaluhu. Što vika Pejgamber alejhi salatu vesselam, koji go klanja sava namaz. To je, što je to? To je podsenkata na Allah Đelešanuhu. To je čovjek branet Allah Đelešanuhu i Đele Đelaluhu. Koji klanja namaz, Allah Đelešanuhu mu go vete deka Allah će go branet njega. Koji go klanja namazom. Osobeno Allah rekao, namazom na sabah ima mnogu vrednost na vranje. Teško je, da, teško je. Vistina teško je. Da staneš, da rasipaš sa obvrski, ama za kogo? Za Allah Đelešanuhu ve Đele Đelaluhu. Lesno preko ten. Si stanel vo 10, vo 11, jaden si, pijen si, kafe, ured, sve, hajde ona džamija. Leseno taka. Izlezen si. Ama vo sabah, kakva rabota imaš? Vo 4 sabahile, ništa ne rabota. Zašto stanaš? Za Allah Đelešanuhu i Đele Đelaluhu. Zato Allah vika, to je što go klanja sabah, to je cel den. I drugi te namazi, normalno. Ama sabah, braća muslimani, ključ na site drugi te namazi. Ova je vrednostata na namazu. Posle druga vrednost na ovaj namaz. Namaz ti gi briše site grevovite. Pejgamber alejhi salatu vesselam rekao, koji zema abdes, kroce, koji i klanja 5 vakti namaz i klanja ruku go polnet ko što treba, sećde to go polnet ko što treba i klanja vo svoje vreme. Kažu vam deka najebal nešto
shkoj namazot do s'po e vreme. Es-salatu ala waqtiha. Rekull pejgamber alayhi salatu vesselam. E toj Allah Đelešanu na toj čovek im gi briša si te grevovi. Ovo imame jedna slučka so pejgamber alayhi salam i so jedan čovek ko došao i rekao ja Resul Allah su napravili den greh. Što napravi? Pred pejgamber alayhi salatu vesselam da mu dava odgovor slagal jedan ajet ko Allah Đelešanu vika klanjajte go namaz. Deka što? Innel hasenati yudhibne sejiat. Deka dobro to delo go briše lošo to delo. Namaz što? Dobro to delo. I taka bile i sahabite, i taka bile i dobrite muslimani. Ti što bile bogobojazni, i taka treba da videme i nije. Kako da videme? Da videme deka kogo pravime jedno lošo rabota sme grešele na nekomu. Što da pravime? Da staneme, da zemame abdes, kroce, ko što treba i da je klanjaš 2 rekiati namaz. 2 rekiati namaz, klanjaj i bara od Allah. Ja Allah, grešef ja, izvini. Ja Allah, grešef. Ova je ne teško da go rečeš, ne teško da go praviš. 2 rekiati namaz. I rekao pejgamber alayhi salam, Allah Đelešanu i Allah vika innel hasenat, to je dobro to, do briše lošo to. Pastaj tjetra rëndësi dhe dobi e namazit është se namazi është strehim dhe freski në vështirësi. Të ndeshëm vëllezër musliman, njeriu me namaz paraqet nevojën e tij si krijes e dobët përballë sfidave të shumta. A ka shumë sfida njeriu në jetën e tij? Po, shumë sfida. A ka shumë njerëz që sot vun nga stresi, a ka njerëz që sot vun nga depresioni, nga shumë sende. Po ka, pse? Se peripicit e jetës. Pra, shumë jeta e çka vështirësi. E njeriu si kalon dhe si përballon të vështirësi. Allahu Gjellëshanuhu ve Gjelle Gjelaluhu vika thot në Kur'anin famlar në surën El-Bekare. Ja ejuhalladhina amanu sta'inu bis sabri was salat inna Allahe ma'as sabirin. O ju thot që keni besuar, o ju muslimaj, kërkoni thot, ja ejuhalladhina amanu sta'inu bis sabri, thot kërkoni ndihmën e Allahu Gjellëshanuhu. Me çka? Me durim. Dhe me çka? Was salat, dhe me namaz. Inna Allahe ma'as sabirin. Allahu Azza wa Jall është me durimtar. Pra, të ka godit një vështirësi, të ka godit një spruo, pi sprovat e Allahu Gjellëshanu, pa marë parasysh ka sprove, se sprovat nuk janë krejt njëta. Të ka godit, çka të bësh? Çka të bësh në ato vështirësi? Namaz. Kërkon ndihmë tek Allahu me namaz dhe me durim. Pra, ajo është diçka shumë e madhe. Pra, kërkon ndihmën dhe lehtësimin që Allahu Gjellëshanuhu ve Gjelle Gjelaluhu të ta largojë atë vështirësi. Kështu ka vepruar edhe pejgamberi alayhi salatu vesselam o vllazë. Pejgamberin e kanë mundu shumë zullumqarët, jo besimtarët. Ka hek shumë prej atyre. Po si kalonte krejt ato vështirësi, krejt ato peripeci që e vinjën pejgamberit alayhi salatu vesselam, i kalonte me namaz. Kur i vështirësoi punën, pejgamberi alayhi salatu vesselam faleshte. Allahu thot në Kur'an: "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Sadaqallahu al-azim. Allahu thot, ne e dim, wa qad na'lamu, ne e dim thot, se ti, ja Resulullah, ngushtoheshe shpirtërisht, o ngushtu pejgamberit. Për çka? Bima yaqulun, për ato që thonin ata.
kush ishin ata? Ato ishin idhujtarë, ato ishin zullumqtarë, ato ishin çka mundonjë pejgamberin alayhis salatu wassalam. E din thot, ja Resulullah, po ti thot, madhëroje me falënderim e Zotin tënd e bohu prej atyre që lutem. Pra, për ulen duke u falur. Pra, vështirësi si e kalon në namaz. Pastaj, tjetër dobi shumë e madhe o vllazër, jo për këtë botë, jo për këtë botë, se ka dhe për këtë botë, ta shka i folëm janë gjithë për këtë botë. Namazi është çka? Shpëtim në vaj. Një ditë, ne gjithë të shkuem atje, po vetëm për cilë njerëz, përke Zoti Gjellëshani ku vë Gjellëshani ku. Njeriu u ashet veprave të mira, hajrin, jo vetëm të dynja, po edhe në vaj. Në hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, thot, pejgamberi alayhis salatu wassalam, i vdekurit, dëgjoni me vëmendje o vllazër. I vdekurit, thot, kur vendoset në vakt, dëgjon, thot, edhe zhurmën e këpucëve të njerëzve që ja kthejnë shpinën e largohen. Apo, të harguem, e varrosim, dhe ne largohemi, shkuet. Allah më shiroft, Allah i falë xhenetin dhe ikin njerë njerëzit, për në zonë pak ma tafërmit, për në zonë edhe familjarët, largohet, jeta e atyje. Po çka? Kush mendon se o veja atë? E jo sa veja. Çka ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, thot? Atëherë thot, kur ai mendon se gjithu largohet, ati thot i shfaqet kush? Namazi. Namazi, o musliman. Nuk ka asnjë të shfaqet aty. As me njoftësi nuk ka. As prit të shket ose atë. As ke një shumë i pas. As thash me laqeve prit i besat. Disa pasuri i kun paso. Multimiliarder kun qenë. A disa tokë kun posedu. A disa ari e kun paso. A disa njoftësi kun pas. A disa pushtet. A disa kush kun qenë në këtë botë. Jo, s'njef me laqa. S'te njef kështu. S'te njef. Që në këtë botë ligje. Në këtë botë po. Po a qenë në atë botë, nuk vlen. E kush vlen? Kush shon me ty? Kur edhe familjarët largohen, që të kanë dash ma shumë biketve. Pejgamberi alayhis salam thot, i shfaqet atij personi në varr. Në kokën e tij thot, i shfaqet namazi. I shfaqet agjerimi në të gjatën e tij. I shfaqet zeqati në të majtën e tij. Pastaj thot punët e mira, si sadakaja, ruajtja e lidhjeve farifestore, urdhërimi i njerëzve në punë të mira dhe ndalimi nga punët e këqija, i shfaqen te këmbët e tij. Pra, do ta kuptojmë seriozisht. Pra, përveç dobive që i ka në këtë botë, dobia më e madhe kur të dalësh përpara Allahut xhaleshanuhu. A e tham nga ligjëratat e kaluara, pyetja e parë që merret pyetje ditën e gjykimit, robi ka thënë pejgamberi alayhis salam, çka është? Është namazi. Namazi çka është? Lehtësim. Namazi çka është? Është freski në vështirësi. Çka është namazi, vllazër? Namazi është dëshira më e madhe e të vdekurve. Edhe kjo, dikush do thotë, ka vdek personi, i mbyllën libra, i mbyllën kitabet, po çka thotë? Dhe Buhurejja e tregon se pejgamberi alayhis salatu wassalam kaloi për një varri i një të riu. Tha 2 rekate të lehta të cilat ju i nënvlerësonin nga namazi nafile, jo namaz obligim, farshka, dhe sunetet e forta, po namaz nafile, që ju thot i nënvlerësonit thot. Po të kishte pasur mundësi, thot, ky shkak të urena, përke vali, përke i vdekur i thot. Ti fali thot dhe do ashtonte veprave të tij. Sa kur e ka pasur çfarë do me thonë dhe çfarë vepre ka namazi, thot për të thot gjën më të dashura, se sa kret dynjaja për ju. La ilaha illallah. Por atë 2 rekat nafile që ne i neglizhuar, nuk i falin, me raste, për atë të vdekurin aty në varr thot, pejgamberi alayhis salatu wassalam, po të kishte mundësi të falte dhe t'u ashtonte veprave, do ishte thot më e dashur për të se sa dynjaja për ju.
Pra, a ka një sarman kur e shef bukurit e kësaj bote? A do njeriu të keja? Po do të keja. E po fali këta 2 rekat do kesh ma shumë. Kur? A dit kur dhe hysh vetë kur dhe jesh atë? A dit kur dhe dalësh për para Allahu Gjellëshanuhu ve Gjelle Gjelaluhu. Kjo është vepra, kjo është rëndësia, kjo është dobia e namazit. E lusim Allahu Gjellëshanuhu ve Gjelle Gjelaluhu që Allahu na ruaj këtë namaz. Dhe të bërë nga ata që e falin namazin rregullisht, inshallah. Dhe nga ato që ja shohin hajrin namazit në dynja dhe në ahiret. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.